të gjithë profetët dhe Muhamedi a.s. kanë qenë njerëz biologjikisht krejt normal. Nuk dallohen për njerëzve tjerë, as në diçka të jashtëzakonshme, me përjashtim të shpalljes. Dhe këtë e konfirmon Kurani ku kërkesa e njerëzve të cilët nuk besonin, ishte çdo herë që të vinte ndonjë melek, apo të vinte ndonjë diçka më i veçantë, me një mision të jetë më hynor ai far njeriu, pra të jetë jashtë dimensioneve njerëzore, por Allahu xhaleshenuhu e demanton këtë dëshirë duke thonë se edhe sikur pejgamberi i Zotit me kon pra melek, ai duhet të ishte në fizionomin pra njerëzore. Duhet të ishte njerëzor. Për shkak se meleket nuk dinë se çfarë është uria, çfarë është etja, çfarë është lodhja, çfarë është pagjumësia, çfarë janë ndjenjat njerëzore, lidhshmëria, farefisnia. Pra meleket nuk i kanë këto. Meleket kanë cilësi tjera, andaj meleket nuk mund të jenë shëmbëltyr për njeriu. Duhet të jetë patjetër njeri ai i cili është shëmbëltyr për njerëzimin. Kështu që edhe Muhamedi a.s. pra ka qenë njeri krejt natyral, sikur krejt njerëz, dhe ata i thanë qysh një i dërguar i cili han dhe ecë në tregje, dhe Allahu xhaleshenuhu tregoi se këtë kemi bërë shembull për njerëzimin, për t'i treguar njerëzve se si duhet të haj, si duhet pi, si duhet të jetë si bashkëshort, si duhet të jetë si fëqij, si duhet të jetë si udhëhec e kështu me radhë, pra të mësoj gjërat me të cilat ballafaqohet njeriu me jetën. Po cili ishte misioni i tyre? Misioni i gjithë dhe i Muhamedit a.s. ishte në një thirrje. Thirrja la ilaha illallah. A e dim krejt shahadetin? Po krejt e dim. Ku dallohemi në shahadet? Pastaj dallohemi në të kuptuarit dhe në praktikuarit të shahadetit. Nga se thellësia e shahadetit është e thellë aq sa feja. Pra kuptimi i shahadetit është sa është kuptimi i krejt fesë. Dhe kemi atje i tregim ku Musa a.s. kur është lirue kur Zoti e çliroi nga zullumi i faraonit popullin e tij dhe atë. Dhe i tha o Zot, si me të falëndëru, çka i tha Zoti? Tha thuj la ilaha illallah. Ndërsa Musait ju duk pak kjo fjalë, diçka tha më shumë, çka i tha Allahu? Në qoftë se vë në peshore qielli dhe toka, fjala la ilaha illallah në anën tjetër peshon më rënd se sa qielli dhe toka. Për çka? Se qielli dhe toka janë kriju për ç't fjalë.